për të diskutuar, ndërkësh të marrim edhe mendimin e zotit Tafani lidhur me tërë atë se si ka parë përgatitjet e Gjermanisë si frikë ndaj sulmeve të mundshme të Rusisë. Zotit Tafani? Në Evropën perëndimore ka pasur një mendim tjetër për Rusinë në dallim nga i Evropës lindore. Evropa lindore gjithmonë ka folur e ka thënë që Rusi është po ai që është, ka ëndra perëndorake, do që të sulmojë të pushtojë fqinjet, dhe kjo është arsyeja që shumë vende të Evropës lindore tentuan të futeshin sa më shpejt në NATO, pikërisht se kishin frikë nga një diçka e tillë. Në krau tjetër në Evropën perëndimore ka pasur një mentalitet në të cilin mendohesh që mosmarrveshjet me Rusinë mund të zgjidheshin nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik. Ashtu siç ndodhi dikur që Franca dhe Gjermania lanë, po themi atë armiqësinë e përhershme që e kanë pasur për qindra vitesh dhe themeluan atë traktat që pastaj u kthye në traktat të BE-s nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik në industrinë e çelikut e tjerë. E njëjtë gjë u menduar që mund të bëhesh me Rusinë. Ka qenë kancelari gjerman, social-demokrat, Brandi, i cili ka bërë atë që quhesh Ostpolitik, që kohën e perdes së hekurt, i cili propagandonte këtë gjë, dhe pastaj kjo gjë u vazhdua më tej në vitet 90 dhe 2000 me bashkëpunim akoma më të ngushtë midis Gjermanisë dhe Rusisë. Derisa kemi pasur Gazprom 1 dhe Gazprom 2, kemi një ish kancelar si Schröder i cili punon për Gazpromin, pra është në bordin e Gazpromit e tjerë, pra lidhjet midis Gjermanisë dhe Rusisë ekonomike kanë qenë shumë të forta. Duhet thënë që kjo lloj lidhje që i shkonte për shtat ekonomisë gjermane sepse merrte gazin e lirë rus, ishte edhe një nga strategjitë e Rusisë. Po të lexoni librin e Dugin, aty kur parashikohesh si mund të ishte geopolitika, geostrategjia e të ardhmes, synimet e tij ishin e para një herë të shfrytëzoheshin ato që ishin betit izolacioniste të Britanisë për ta shkputur Britaninë në BE-ja. E dyta, duhet shkputur aleanca franko-gjermane dhe duhet mbajtur marrëdhënie të mira me Gjermaninë, duhet krijojë një boshtë Berlin-Moskë. Dhe pastaj në kuadër të kësaj do ndaheshin sferat e influencës, Polonia duhet ndahesh përgjysmë, perandoria ruse do kthehej aty ku kishte qenë dikur dhe Ballkani do ishte një federat panslave. Kjo strategji e Rusisë është ndjekur pak a shumë në Evropë, duke vazhduar të mbajnë këtë bashkëpunim të ngushtë me Gjermaninë. Dhe fitoren e para arritën nëpërmjet Brexit, ku Nigel Farage u financua edhe nga Rusia për të kryer atë punë, dhe nuk është e habitshme që edhe sot kësaj dite Nigel Farage është kundër luftës në Ukrainë, domethënë kundër ndihmës që i jepet Ukrainës. Dhe kjo gjë e vuri Evropën në pozicion shumë të vështirë, sepse edhe kur filloi lufta në 2014 në Krime, akoma nuk u kuptua që ky ishte vetëm fillimi. U mundua nëpërmjet Merkelit që t'i mbushesh mendja Rusisë që të mos e përshkallëzonte luftën, e megjithatë kjo nuk ishte diçka që u arrit, sepse nuk u tregua forcë, përkundërzi u tregua dobësi. Tregua dobësi pikërisht për këtë mentalitet që ne duhet bashkëpunojmë me Rusinë në marrëdhënie ekonomike e tjerë, sepse mendojmë që popujt tanë mund të jetojnë më mirë nëpërmjet këtij bashkëpunimi. Dhe nuk është rasti që Gazprom 2 mori jetë pasi Rusia kishte pushtuar Krimen, dhe Donetskin dhe Donbasin, në disa zona që janë aty. Pra, kjo mënyrë e të bërit politik që është pothuajse 40 vjeçare në Gjermani, pra që kërkojnë marrëdhënie të mira me Rusinë, është e vështirë të shkëputet menjëherë. Schröderi pastaj vazhdoi këtë tradit, por derga dalë u ndjen në presion dhe konflikti në Ukrainë e detyroi që të merrte disa masa me gjysmë zemre. Mos harrojmë fillim kur u sulmuan në 2022 në Ukraina, ndihma që dha Gjermania ishin 4000 helmeta për ushtarë, domethënë që ishte shumë qesharake dhe filluan gjithë talleshin me Scholzin në atë periudhë. Edhe derga dalë ngjarjet e vund përpara Gjermaninë përpara faktit të kryer dhe i hapën syt që në fundit vendet e lindjes evropiane lindore kishin të drejtë kur thoshin që synimi i Rusisë është synim imperialist.
dhe do që të kthej kufit e dikushëm të perandorisë dhe përveç kufive të perandorisë të ketë dhe zonat e saj të influencës në vendet e tjera, siç mund të jetë Ballkani apo Evropa qendrore. Dhe kjo është duke u kuptuar në mërc. Për sa i përket pasaj situatës ushtarake, është e vështirë që Rusia të hapi një front të dytë për sa kohë që është angazhuar në Ukrainë. Kemi parë që në Ukrainë lufta tashmë është një luftë llogoresh dhe ka 3 vjet që lëviz fronti vetëm me pak kilometra, dhe me pak kilometra brenda një viti, dhe kjo e bën që ajo luftë statike aty do e mbaj trupat ruse të angazhuara në atë drejtim për sa kohë që aty nuk ka një marrëveshje paqe. Dhe është e vështirë pastaj për Rusinë që të hapi një front të dytë për të goditur, po themi, vendet e Balltikut, të cilat është hallka më e dobët, për sa kohë që e ka këtë. Pra, ajo që është synimi i Rusisë tashmë në Ukrainë është të marrë ato territore që ka pushtuar, bile të marrë edhe më tepër, sepse kërkon tërheqjen e trupave të Ukrainës ka disa rajone si Khersoni, Zaporozhnia e tjerë që nuk i zotron, dhe të ketë një Ukrainë të demilitarizuar. Pra, nëse konsolidohet Rusia dhe jepet kjo marrëveshje paqe që ajo kërkon, kjo e bën Rusinë që tashmë të ketë mundësi të spostoj trupat e saj më në veri, në drejtim Balltikut, ose mund godasi përsëri Ukrainën, që është tashmë demilitarizuar. Po për sa kohë që kjo, për sa kohë që vazhdon, po themi, lufta në Ukrainë, do jetë e vështirë për Rusinë që të hapi një front të dytë. Dhe nëse mund të hapi një front të dytë në zonën e Balltikut, pika më nevralgjike aty është korridori që lidh Bielorusinë me Kaliningradin. Është nëse sulmohet në drejtimin e Kaliningradit dhe në drejtimin e Bielorusit, një xhep në Balltik në të cilin është e vështirë që të shkojnë ndihmat nga Evropa, sepse duhet kalojnë pastaj vetëm nëpërmjet detit, në të cilën janë pastaj në mëshirën e nëndecave dhe avionëve që ngrihen nga Shën Peterburgu. Kjo është arsyeja, kjo frikë e madhe që Evropa mund të mos angazhohet aty, është dhe fakti që e shtyll Mersk që të çojë një brigadë në vendet e Balltikut, me premtimin që ne nuk do e braktisim. Pra, ishte një garanci më tepër që Mersk dha në atë drejtim. Dhe përveç kësaj, për të mos dhënë Rusisë mundësinë që të fitojë atë paqe të dhunshme në zonën e Ukrainës, që të ketë një Ukrainë shumë të dobësuar, të demilitarizuar dhe me rajone të shkutura, po themi 1/5 e Ukrainës i jepet Rusisë. Në kuadër të kësaj vajti dhe takoi dhe me Zelenskin dhe lidhi dhe marrëveshje për sa i përket industrisë armatimit, sidomos dronëve që janë me rrezet gjatë, dronëve dhe raketave që janë me rrezet gjatë veprimi. Ishte një paketë rreth 5 miliardë euro, në të cilën Gjermania angazhohej jo vetëm të hapte linja të reja prodhimit, por të mbështeste edhe linjat e prodhimit në Ukrainë për sa i përket një teknologjie të tillë. Nuk duhet harruar këtu që ke gjithashtu edhe një Rheinmetallin, i cili është kompania më e madhe gjermane e industrisë mbrojtëse, e cila është aktualisht duke operuar në Ukrainë që në 2023. Njëkohësisht edhe Çekoslovakia është duke ka hapur një uzinë tashmë një fabrikë të prodhimit të predave të artillerisë dhe është futur operacionale. Pra, po mundohet Evropa që të krijojë një industri lufte që shkon në kundërshtim me kërkesën e Rusisë, e cila kërkon që Ukraina të jetë demilitarizuar dhe mos ketë asnjë. Pra, sepse e kanë kuptuar se kush është qëllimi i Rusisë. Nga ana tjetër, është ngritja e potencialeve ushtarake të Gjermanisë, e para nëpërmjet paketës nëpërmjet cilës ata kërkuan që dhe ndryshuan një nen që kishte në kushtetuesje e pengonte, po themi limitonte sasinë që mund të shkonte në drejtim të industrisë mbrojtëse gjermane, dhe tashmë në Gjermani po rriten gjithmonë më shumë zërat për një shërbim të detyrueshëm ushtarak, duke qenë se Gjermania nuk i përmbush dot as kërkesat e veta me vullnetarë. Teorikisht duhet të ketë rreth 220.000 ushtarë, ka rreth 160.000 ushtarë. Kështu që po mendohet të rikthehet shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Gjermani,
Edhe kjo shkon në kuadër të rritjes së kapaciteteve. Fakti që Rusia ka frikë Gjermaninë është pikërisht për shkak të potencialit të saj ekonomik, industrial dhe ushtarak. Sepse nuk është një lloj të kesh armik Gjermaninë, edhe të kesh një lloj të kesh Poloninë apo ndonjë vend tjetër apo dhe Ukrainën që është më pikërisht ky potencial ekonomik e bën të frikshme në sy të Rusisë Gjermaninë. Po. Zoti Tafani